më vjen një mesazh nga një ekspert, që nuk do që t'i përmendë termin, po që të gjithë e dinë që është një ekspert shumë i njohur, thotë, vepra është parashkruar. Në ditët e fundit, grekët nuk sollën vendimin e Janinës ku kapën armët e peshkëpisë. Nëse do kishin sjell numrat të armëve, Beleri sot do ishte i dënuar. Me këtë, ata e shpëtuan. Armët ishin të peshkëpisë. Problemi është kualifikimi i veprës penale. Për çfarë flasim? Sepse nëse kemi dy herë për të njëjtën veprë penale, kemi nga një anë një mungesë vullneti nga prokuroria shqiptare. Kjo është çështje e pezulluar, nuk ka dënim. Nga një anë një mungesë vullneti nga qeveritë shqiptare. Dhe një interes për këtë incident për ta mbyllur. Kjo është një çështje, me gjithë respektin e ekspertit, është një çështje e cila është e pezulluar. Nëse drejtësia shqiptare që askush nuk e pengon, madje kanë të drejtë sepse ka marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Greqisë, të kërkojë që numri i serisë i armatimit të marrur në peshkëpi dhe numri i armatimit të kapur në postobllokun e policisë greke ku ka qenë edhe Fredi Beleri, përputhen njëra me tjetrën, tregon që këto janë personat që kanë sulmuar dhe këto janë personat që i kanë përdorur këto armë edhe me pastaj. Ka qenë baza e furnizimit me armatim. Pikë.